Egli Tako reagon pas fshirjes së këngëve. Ne jemi njerëz para se të jemi artistë. Pas fshirjes nga platforma YouTube të projekteve, këngëtarja Egli Tako ka reaguar publikisht përmes një deklarate të sinqertë dhe të qartë për ndjekësit e saj. Egli sqaron se ndonse ka qenë pjesë e projekteve muzikore, ajo nuk është autore dhe nuk mban të drejta mbi to. Këngët janë hequr përkohësisht nga YouTube për arsye personale të autores, dhe Egli shpjegon se nuk ka ndërhyrë apo reaguar për shkak se nuk ka kontroll mbi projektin. Ajo thekson se, pavarësisht kësaj, ruan mirëkuptim maksimal ndaj situatës dhe respekton vendimet e palës tjetër. Në përfundim të reagimit të saj, Egli falenderon ndjekësit për dashurinë dhe për krahjen e pandërprer, duke shtuar se do të vazhdojë vetme. Postimi i plot pa ndërhyrje. Po duhet ju jap shpjegim për shkak të gjithë përkrahjes së dashurisë tuaj ndaj meje, edhe pse s'jam autore e këtyre dy këngëve, dhe s'kam të drejta mbi to. Unë jam e ftuar në këngë njësoj si DJ Gimi. Është një bashkëpunim ku të drejtat e projektit i takojnë autorit i cili e posedon në kanal, në rastin konkret Fifi. Kënga është hequr për 2 ditë nga platforma YouTube. Në vendim të autores për shkaqe të saj ndaj edhe nuk e kam bërë asnjë ndërhyrje apo reagim, pasi nuk janë materiale të mia dhe nuk kam përgjegjësi mbi to. Sa për dëmtimin e 2 artistëve të ftuar në këngë, në rast konkret unë dhe Gimi, jemi njerëz dhe me pas artiste, kështu që zgjedh të jem mirëkuptuese. Muzika mbetet e bukur, ju e keni pëlqyer ndaj dhe bie dakord në aq vendim sa më takon si e ftuar, që këngët të jenë sërish aktive e ju të mund t'i dëgjoni e t'i këndoni. Sa për aspekti menaxherial, kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin, të shoh në një spektër më të gjerë, në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë tek tjetra, përsa kohë të dyja i përkasim të njëjtës fushë. Këndimi. Në këtë mënyrë shmangime edhe aludime apo keqkuptime të cili do lloji. Ju dua shumë dhe gjatë këtij muaji do shihemi ashtu siç ju keni pritur gjithmonë, të më shihni. Plot me surpriza të bukura dhe shumë muzikë. Faleminderit për gjithë dashurinë që më jepni, ju dua shumë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.